Pejës i duhet kjo fitore si buka për të vazhduar betejën për pozitën e 4, duke u barazuar me fitore me Golden Eagle Yllin, i cili triumfoi të premten ndaj Borës në Prishtinë me një rikthim të madh fal Bamfortit fenomenal. Adhrues basketbollit në artmoshëm, platformën numër 1 të sportit në Shqiptari. Kudo qeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojetona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në ndeshjen PEA Bashkimi, e cila mbyll xhiron 27 dhe të parafundit të këtij edicioni fantastik basketbollistik. Direkt nga Karagaçi, sonte me ju jam unë Agon Femiu. Kjo ndeshje është dashur të fillojë nga ora 19:30, mirë po për shkak të një turneu të boksit, para prakisht edhe ndeshjes dytë finalit të Superligës së femrave PEA 03 Bashkimi, ku me jo ishte kolega ime Ulpiana Emra. Ky duel u shty fillimisht nga ora 20:30 e tash po shtyhet edhe për një 10-15 minuta. Sidoqoftë, kjo xhiro filloi të premten me përballjen Bora Golden Eagle Yllin në palestër 1 tetori, ku Bora gjatë gjithë kohës kishte përsi, por në fund fal një rikthimi të madh dhe lojës së shkëlqyeshme tish reprezentuesit Kosovës Scott Bamfortit, Ylli shënoi fitore të madhe dhe shumë të rëndësishme në garën direkte me PEA-n për vendin e 4. Ndërkohë, të shtunën, xhira e parafundit vazhdoi në Mizajrisma për një çast të ndërprejmë këtë intro, edhe t'ju them se Mihajlis Kakiusis tashmë e dini, me lajmin i cili doli në asisti online, ka marrë drejtimin e skuadrës PEA-s pas largimit të Damir Millaçiçit, të cilin e shkarkoi skuadra e PEA-s pas disfatës nga Sigal Prishtina, po pikërisht ish treneri IP, i cili e udhëhoqi deri para një muaji gjysmë skuadrën e Sigal Prishtinës, Mihajlis Kakiusis, është kthy në Greqi, e prej Greqisë u kthy përsëri Kosovë, por jo në Prishtinë, po në PEA, pas disfatës të cilën PEA e psoi pikërisht nga ish skuadra e këtij njeriu javën e kaluar dhe pas shkarkimit të Millaçiçit. Do të shkojmë tani edhe me prezentimin e skuadrave, skuadra e Bashkimit sonte paraqitet me kapitenin Valon Bunjakun me numër 6, me numër 1 Kenny Wooten, me numër 2 Fisi Ashari, 5 Kian Anderson, i cili është hyrë në skuadër, numër 7 Shannon Shorter, 10 Besim Bytyqi, 13 Veton Gjeçaj, i biri i Bledar Gjeçajt, 15 Jalen Riley, 20 Dequan Lake, 22 Meriton Ismaili, 23 Muhamed Ali Janjeva, 27 Lejson Zeqiri, trener Igor Jovovićimi, ndihmësit e tij Bledar Gjeçaj dhe Elbesar Gështenjën. Në anën tjetër, PEA do të paraqitet me kapitenin Dardan Berishën, me numër 0 Shëndrit Llapi, numër 1 Arti Hajdari, 2 Elon Hasanaj, 3 Fatin Shoshaj, 4 Musab Mala, 7 Caesar Edwards, numër 10 Drina Demaj, 23 Olti Salabegoli, 35 Dejan Davis, 55 Dequan Bracey, 66 Sokol Nila, dhe sefte sonte jabën Mihajlis Kakiusis, ish trajneri i Prishtinasve deri para një muaji gjysmë, edhe tash i PEA-s, me ndihmës trajnerin e tij, po e shihni në ekranet e juaj Gyltekin Selimi, që ishte një kohë edhe kryetrajneri i vllazimit, dhe të ngritemi për intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës.
Sikur se thash pak më parë, kjo xhiro filloi të premtën me përballjen Bora Ylli në palestrin Tetori. Bora cila gjatë gjithë kohës kishte përsi në fund e humbi lojën farë një lojë shkëlqyeshme të Scott Bamfortit. Ndërkohë të shtunën, xhiro e parafundit vazhdoi në Mizajrisma, Trepça poshtë Ravecin, kurse në Prishtinë Vllaznimi shënoi fitore të mëdha kundër Sigal Prishtinës në ndeshjen e cila kishte karakter të mbetësh apo të mos mbetësh në Super League, sepse në rast të humbjes mbrëm Kuqezin do të përshëndeteshin nga elita. Në 10 ndeshjet e fundit, Bashkimi duhet thënë se ka dominuar plotësisht PEN, duke i fituar 8 përballje dhe Peja ka triumfuar vetëm 2 herë. Fitoren e fundit, Peja ka shënuar vitin e kaluar në ndeshjen e 2 gjysmëfinale të play-offit, ndërsa Bashkimi e kishte eliminuar me rezultat të përgjithshëm 3-1 në seri gjysmëfinale. Në 4 ndeshjet e pjesë rregullt të edicionit, kaluar Bashkimi gjithashtu fitoi 3-1 dhe portokallini kanë fituar të 3 duelet, duke përfshirë edhe ndeshjen antologjike si vjet, duel një zhvilluar në Pokte Ambient me 21 dhjetor 2025 me rezultat astronomik për basketbolin e Kosovës, 119 me 118 ndeshje, kjo e cila u vendos pas 2 vazhdimeve. Sikur se thash pra në 10 ndeshjet e fundit, Bashkimi dominoi plotësisht Pejen duke fituar 8 përballje dhe Peja triumfoi vetëm 2, ndërsa si vjet janë 3-0. Pra është kjo përballja 4 dhe e fundit e pjesë rregull të kampionatit të si vjet më midis Pejës dhe Bashkimit, e cila ka rëndësi shumë të madhe për Pejen, që synon fitoren e 12 për të barazuar me Yllin, i cili të premtën shënoi fitore kundër Borës në Prishtinë. Po ashtu Bora sa i përket play-offit, pra e ka garantuar pozitën e tretë, ndërsa skuadra e Pejës është duke luftuar për pozitën e 4-të, cila garanton përparësinë e fushës vendase në qerekfinalet play-offit, ku do të takuan pikërisht Peja dhe Ylli, skuadra këto të cilat do të luftojnë për pozitën e 4 deri në çastet e fundit të xhiros së fundit, në cilin do të zhvillojnë ndeshje me skuadra që po luftojnë për mbijetesë. Peja i shkon Vllaznimin Gjakov, kurse Ylli e pret Ravecin në Suarek. Ju rikujtoj se Vllaznimi pas disfatës së rënd nga Raveci në Shanin Ushi, javën e kaluar mbrëm u kthye në garë për mbijetesë me fitore të madhe midis Prishtinës kundër Sigalit, kurse Raveci në shtëpi pësoi nga Trepça për kundër faktit se për 30 minuta u mbajt mirë dhe të shumtën e kohës kishte avantazh, por në fund vendosi kualiteti Mitrovicasve që si vjet janë top favorit për titull. Pra, kjo përballje sonte është shumë e rëndësishme për Pejen, e cila po lufton për pozitën 4, se sa për Bashkimin, i cili tashmë e ka garantuar pozitën e 2 dhe është kualifikuar direkt në gjysmëfinale së bashku me Trepçën. Njësoj sikur se vitin e kaluar. Sa për informimin tuaj, në rast se ndodh që Peja dhe Ylli të mbetën me pikë të njëjta, atëherë Peja do të zë pozitën 4, pasi në përballje direkte Peja dhe Ylli kanë nga 2 fitore secila. Mirë po pejanët kanë koshaverazh më të mirë në përballje direkte me Yllin. Peja ka shënuar 4 pikë më shumë se Ylli dhe këto 4 pikë, nëse përfundojnë me sukses të barabartë të fitoreve dhe humbjeve, do t'ja sjell pozitën e 4-5. Pra edhe një statistikë interesante, 4 pikë më shumë të Pejës kundër Yllit si vjet për vendin e 4 dhe për parësinë e fushës vendase, por vetëm nëse përfundojnë me pikë të barabarta dhe gjithë kjo varet edhe nga ndeshja sonte me Bashkimin në rivalitetin historik të derbit të Dugazhinit midis Verdezinve dhe Portokallinve. Adrus të basketbollit, e kemi edhe një dilemë të madhe para se të vazhdojmë me këtë ndeshje për ju. Keni dërguar me qindra mesazhe në adresën Asisti Online dhe adresën time personale për ta shpjeguar situatën se cila skuadër largohet nga elita e cila do të mbijetoj, pra ta qartësojmë situatën edhe pse ka shumë kombinime matematikore, më së shumë t'ju ka interesuar se çka ndodh nëse 3 skuadra mbeten me pikë të njëjta. Po ja nisim nga kjo. Pra, pas jemi konsultu me regullat e lojës FIBA-s, propozicionet dhe gjithashtu me organet e FBK, situata është shtu. Nëse Prishtina pëson nga Trepça në xhiron e fundit, Vllaznimi dhe Raveci fitojnë, atëherë të 3 skuadrat do të kenë numër identik pikëve, e në atë rast këto 3 ekipe krijojnë një grup ku shikohen 4 ndeshjet e ndërsjellja midis këtyre 3 ekipeve dhe koshaverazhi tyre total. Pra, jo fitoret e humbjet, por koshaverazhi total. Në këtë rast, Vllaznimi ka koshaverazh më të mirë se Sigal Prishtina, +8.
Prishtina ka kosh avrazh më të mirë se Raveci plus 18, ndërsa Raveci kosh dallim më të mirë se Vllaznimi për 1 pikë. Në këtë situatë, Prishtina dele 6 me kosh avrazh total prej plus 8, sepse ka plus 18 me Ravecin, minus 8 me Vllaznimin, që është total 10. Vllaznimi i 7 me kosh avrazh plus 7, minus 1 me Ravecin, plus 8 me Prishtinën, kurse Raveci përfundon i fundit me kosh avrazh minus 17, pasi ka plus 1 me Vllaznimin dhe minus 18 me Prishtinën. Përfundimisht me këtë kombinim, Prishtina shkon në play-off, Vllaznimi mbijeton si i 7 dhe Raveci bjen nga Superliga. Varianti 2, të 3 skuadrat fitojnë, atëherë Prishtina shkon në play-off si e 6, kurse Raveci dhe Vllaznimi do të kenë pikë të njëjta. Në atë rast shikohet përballja direkte midis Ravecit e Vllaznimit. Raveci ka 3 fitore dhe Vllaznimi 1. Në këtë situatë vreshtarët mbetet në Superligë, kurse kuqezinjët largohen nga elita. Varianti 3, Vllaznimi fiton, Prishtina dhe Raveci humbin, atë Raveci bjen nga liga, Prishtina është e 7, kurse Vllaznimi shkon në play-off pasi ka kosh avrazh më të mirë se Prishtina. Shpresoj se kjo i qartësoj pak a shumë edhe dilemat të cilat i kemi, po e shohim pra edhe peshet startuese. Pea do startoj me Malën Edwardsin, kapitenin Berishën, Davisin dhe Bracin, e në anën tjetër Bashkimi me Bunjakun, shorterin Rajlin, Lejkun dhe Zeqirin. Pra, adhurës basketbolit, kombinime matematikore, sot dush, dramë emocione dhe ethet jashtëzakonshme basketbolistike në këtë edicion 2025-26 të Pro Credit Superligës, që është kampionati 32 i basketbolit të pavarur kosovar, i cili ashtu si ka fillu dhe është zhvillu, ashtu edhe po përfundon në mënyrë fantastike basketbolistike. Moti këso situate nuk kemi pasur, edhe një gjë tashmë po dihet që asgjë nuk po dihet. Deri në minutat e fundit, të xhiros së fundit, e cila zhvillohet në mesjavë, ethet dhe drama do të vazhdojnë edhe të 3 ndeshjet vendimtare. Trepqa Sigal Prishtina, Vllaznimi Pea dhe Golden Eagle Ylli Raveci do të zhvillon të mërkurën në terminin e njëjtë nga ora 18:45. Pra një xhiro para fundit, punët janë lugë, ashtu si kanë qenë gjatë tërë kampionatit, prandaj edhe kemi thënë vazhdimisht se si asnjëherë më parë deri tash në këto 20 vjet të fundit kemi pasur kampionat interesant, të bukur dhe dramatik. Çdo gjë është e gatshme, pra për duelin i cili e mbyll xhiron e 27 dhe të parafundit mes të Peas dhe Bashkimit. Bashkimi i ka fituar të 3 ndeshjet si vjet. Mirë po, kjo ndeshje sonte është shumë më rëndësishme për Peën se sa për Bashkimin. Peën e cila nga sonte do të udhëheqet nga Mihajlis Kakiuzis, ish trajneri i Sigal Prishtinës, e cila në poshtë javën e kaluar Peën, edhe kjo i kushtoj me shkarkim Damir Milaçiçit, kroatin, në vend të cilit erdhi pikërisht ish trajneri i Prishtinës e Kakiusisi. Gjelan Mumini është kryesori kësaj ndeshje me ndihmësit Egzon Malokun dhe Besim Vitakun. Topi i parë Edwards për Dardan Berishën. Braci ishte fantastik javën e kaluar, por kjo nuk i ndihmoi shumë skuadrës Peës, e cila nuk arriti ta mposhtë Sigal Prishtinën, psoj disfat, dhe kjo i kushtoi Milaçiçit me shkarkim. Braci tenton për 3 pikë, Gjuan nuk realizon, Bunjaku më i larti në kërcim. Kapiteni Berisha pranti Zeqiri, shorter. Bunjaku për shorterin i cili depërton atje pran Davisit, tentim Edwards më i larti në kërcim. Mala përballë ka Bunjakun, pick and roll atje, Davis me Bracin, edhe Edwards, 2 pick and rolla për mrekulli. Edwards lufton, gabim në hapa shkakton. Mbrojtje mire Bunjakut, i cili e pengoj Edwardsin, e detyroi që të humb topin e parë sonte. Tash edhe një herë, javën e kaluar
Cesar Edwards ishte fantastik me double-double kundër Prishtinës, 19 pike, 14 kërcime. Mirë po kjo nuk e nimoj skuadrës Peane që të mbejetoj disfatës. Bunjaku tentoj atje, nuk realizoj. Berisha për Brejsin. Edhe mëtej rezultati si futbol, 0-0. U knaqën të huqë sonte të dyja skuadrat nga 3 huqe se cila skuadrë. Riley, pran ti është me njëre Edvardsi. Dequan Lake e hapë sonte logarin me depërtimin dhe shënimin e ti. 0-2 pikë të para të Dequan Lakeut, i cili së bashku me Kian Andersonin janë të vetmit të mbjetuarit nga të huajt të bashkimi nga fillimi i këtij stinori. Bashkimi i ka larguar 5 të huaj. Foul është ky. Personalja e pare qendrës Dequan Lake. Tash edhe njërin nga 2 të mbjetuarit të bashkimi. Brejsi për Dardanin dhe Edwardsin. Edwards dhe Lake, një duel të cilin si vjetë kemi po Goxha si ufa për mrekulli atje nga prapa kokës realizon për 2-2 pikë të para. Pas 2 minuta e gjysmë loj, pikët e para të bashkimit, shumë pak pikë, mirë po vjen një alley-oop Shorter Lake për 2-4, aksioni bukur. Brejsi, mbrojtje mirë, Edwards e shpëton. Brejsi për Dardan Berishën, topi hynë e del Edwards. Qartësohet situata dhe pse kishte dilema, megjithatë Edwards ishte me top në dorë kur e ka prekur Vin, duke se ka hedhur, po jo. Vendimi drejt i referve, edhe tërhiqet Kakiuzis nga sfida e këtij vendimi. Bunjaku, foul në sulm i Dequan Lakeut, opala, 2 faula ekspres të qendrës kryesore Lake dhe me njëherë reagon atje trajneri Jovic. E largon Lakeun në loj Muhamed Alianjeva. Një kohë ishte lojtari Kakiusisit në fillim të këtij edicioni, para se të kalonte nga bashkimi, nga Prishtina te bashkimi. Janjeva, Brejsi për Dardanin, Shorter është pranë tij. Pick and roll me Edwardsin. Sa bukur atje. Kapiteni Berisha asiston Edwardsi rezultatin e barazon. 4-4 fauli Musab Malës. 4 pikë të Edwardsit. Një asistim për Dardan Berishën, edhe njerë Shorter dhe Dequan Lake pak më heret. Shorter Lake dhe Berisha Edwards po funksionojnë për mrekulli. Muhamed Alianjeva tenton, nuk realizon. Lejson Zeqiri tenton më e përmirësu, nuk arrin. Edhe njëherë mirë, po Valon Bunjaku e hup këtë top, edhe pse ishte më i larti në kërcim. Dardan Berisha depërton derën në fund dhe realizon për mrekulli kapiteni. Pas ati asistimi 2 pikë për 6-4. Në anën tjetër, Janjeva, upala për mrekulli, Valon Bunjaku, depërton e pengon Berisha, Shorter me kërcim në sulm barazon, çfarë loje në fillim. 6 minuta në derën në fund, rezultati 6-6. Krejt në shen të numrit 6. Bracey. Pick and roll me Edwardsin, gabon topi drejt dhe në duart të Valon Bunjakut, i cili e vjedh ik në kundërsulm dhe rikëthen e përsin e bashkimit. Një mini seri prej 0-4, pikët e para të kapitenit, i cili ka dhe 2 kërcime. Pra, uso bukur Dardani atje.
E kalon shorterin. Super inteligent është kapiteni PS, basketbolisti më i mirë i gjitha kohëve i Kosovës, Dardan Berisha. Brejsi shkëputet dhe barazon rezultatin në 8-8. Shky barazimi i 4 sonte. 2-2-4-4, 6-6-8-8. Një ndeshje shumë e nxehtë. Duhet të lidhët patikat atje Bunjaku. E bën këtë shpejt. Pason për Janjevën. Riley shkëputet për mrekulli. Riley krijon atje hapësinën. Largohet nga Davisi për 3 pikshin e parë në duel sonte. 8-11. Brejsi depërton. Ndërsa Lejson Zeqiri thotë jo zotni, jo kësaj radhe këtu. E shpullov topin. Bunjaku largohet nga loja. Dhe sonte për herë të parë në lojë meriton Ismaili. Mala dhe Meritoni. Njëri për ball tjetrit. Dy reprezentuesit e Kosovës, Dardan Berisha. Dalet në mënyrë të palejuar nga Shannon Shorter. I posa kthyerin nga lëndimi. Me të vërtet mëkat që Dardani u lëndua pas asaj shfaqje fantastike. Kur vetëm 2 javë pasi kishte mbush 37 vjet në Shkodër kundër Shqipërisë realizoi 37 pikë, 8 treshe prej tyre. Erdhi lëndimi i cili e mbajti për më shumë se 2 muaj jashtë. Mirë po është rikthyer dhe po shohim që është në formë. Herën e parë i sakt për 9-11. Edhe herën e dytë realizon 10-11. Dardani si vjet ka një efikasitet prej 83% nga vija gjuajtjeve të lira. Ta shohim do ta bëj 3-3. Jo. Të tretën e huq mbetet 10-11. Një pik avantazh për mysafirët Janjeva. Shkon atje me një criss-cross 8 pasimeve. Kemi një mismatch atje, Zeqiri dhe Brejsi, mbrojtje e mire Brejsit, Meritoni lufton, mbyll e atje Brejsi, Edwards vjen nga plani 2 dhe ka pa top. Dardani ish mangët presingut, sa bukur në thellësi Edwards, për mrekulli. Asiston dhe Musab Mala me treshe bombardon për 13-11. Një mini seri prej 5-0 për e përsi faul është kë. Fauli është poshtë. Lojtari me numër 7 ishte Caesar Edwards. Pikrisht ai i cili asistoi parës bukur atje, luftoi te vija fundore. Dhe pasi u mbyllë gjeti Musab Malin në kënd për treshën e Musabit. Edhe Musabi javën e kaluar ishte fenomenal kundër Prishtinës, por nuk bëri punë shumë. Jalen Riley po bombardon gjithandej. Edhe një treshe nga Jalen Riley. E dyta rresht, më falni. Për 14-13. Fauli Lejson Zeqirit e pranon dhe tani pak minuta për Ken Andersonin. Figurën kryesore të bashkimit. Largohet Lejson Zeqiri. Edhe Shannon Shorter në loj kthehen Lake dhe Kian Anderson. Pas një lëndimi të gjatë me të vërtet Andersoni i cili ishte më meritori. Së bashku natyrisht edhe me të larguarit Bickerstaffin, Bailin dhe Kuzinsin. Për atë shfaqjen fantastike të bashkimit në arenën ndërkombëtare, debutimi fenomenal në FIBA Europe Cup. Kërkojnë atje rishikimin e situatës. Gjelal Mumini insiston se topi është për bashkimin, nuk dëshirojnë të rishikojnë. Këtë situatë nga banka e PS për kundër
protestave. Bukur atje Riley, por edhe më bukur Edwards, kundër sulmi shpejt, 4-2 situata. Fauli Muhamed Ali Janjevës. Dhe ka vrejtje tani për Dequan Bracin për shkak të protestave. Vazhdimisht Braci proteston atje, kërkon këtu faul jo sportiv. Po shihet që Meritoni nuk e ka prekur fare dhe është vendimi drejt i Xhelal Muminit. Protestat nuk ishin me vende, po më duket që nga banka e PS e kanë pa këte edhe nuk kanë kërkuar rishikim. Braci herën e parë është i pasakt. Sa e përket Dequan Bracit, duhet ju them se kjo është huqja e parë e tij si vjet nga vija e gjuajtjeve të lira. Një kuriozitet sa i përket Dequan Bracit. Edhe herën e dytë e huq Braci. Mirë po e kapin topin Cesar Edwards, bombardon me treshe dhe përgjigjet në treshen e Rileyt. 16-14. Tani e patëm një duel të tresheve. Janjeva, bukur për Riley, i cili tentoi atje me relay, ka luajtur me këmbë Cesar Edwards. Do të topi për Bashkimin. Edhe njerë Kenan, sa bukur Ken Anderson për Janjevën. Lake nalt në derin tavan, kërceu e kapi këtë top, mirë po nuk realizojnë, betët 16-14 për Peën, pas asaj treshe të Cesar Edwardsit. E fauli Meriton Ismailit. Dikur bashkëlojtar të Sigal Prishtina në kohën e Damir Mullamerovicit. Do të në gjuajtje të lira për Dardan Berishën. Parës nga 3 tentime realizoj 2 herën e par i sakt Dardani. Dërsa Dequan Braci pra sonte i huqi të 2 gjuajtje të lira, që është kuriozitet. Nga 11 gjuajtje të lira sa i ka pasur si vjet Braci, kishte realizuar 11 deri tash. Arti Hajdari inkuadrot në loj, nga loja largohet për të pushuar kapiteni Dardan Berisha, i cili deri tash ka realizuar 6 pik, 5-4 nga vija gjuajtjeve të lira, edhe depërtimi ai 2 pik shiti. Time out ka kërkuar trajneri Jovic, ja edhe njëherë Lake. Para se patëm një duel, një 2 luftim të tresheve. Së pari ishte Riley, ai i cili bombardoi për 8-11 për të kaluar në avantazh skuadrën e Bashkimit. E më pas ishte Musab Mala në asistimin e Davisit, ai i cili e shënoi treshen e parë për Peën sonte. Riley me një herë në asistim të Meriton Ismailit. Në anën tjetër u përgjigj në treshe me treshe, para se Cesar Edwards kësaj radhe në asistim të Malës. Pra vepruan njëri për tjetrin për mrekulli Malja dhe Edwardsi sonte, duke asistuar për njëri tjetrin për treshet, dërsa krejt në fund Dardani, kapiteni, realizoi të 2 gjuajtjet e lira. Ja, unë e kaluar, thash Dardan Berisha u rikthye, luajti 21 minuta, pati 9 pik, dërsa
Caesar Edwards kundër Prishtinës pati double-double, 19 pike, 14 kërcime, mirë, po të pamjaftueshme për fitore. Gjë e cila i kushtoj me shkarkim trajnerit Milošić. Shorter për Andersonin, tentimi Andersonit nuk realizon. Arti Hajdarit drejt dhe në duart të Dekwan Lekut. Shënimi nuk pranohet, fauli ishte poshtë. Ky duhet të jetë fauli i dytë, po mdoket i Caesar Edwardsit, po personalja e dytë e Edwardsit dhe telashe për trajnerin Kakiusis. Shorter atje, i vetmuar pa problem, realizon dhe rezultatin në 18-16 e afron. 1 minutë e 36 deri në fund të çerekut të parë. Shumë faulla e dyja skuadrave, shumë dalje. Bracey, mala për Davisin, mbrojtje zonale e mirë e Bashkimit. Mirë po Edwards për mrekulli atje, kosh faul. Kërce në sulm. Dhe tash po delse edhe asiston për Davisin, i cili e hodhi topin, gjuajtin kosh, çka të bëhet le të bëhet. Ja edhe njëherë kërcim në sulm, pasim i cili po del të jetë asistim. Davis u faulua, realizoi dhe do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 20-16, time-out ka kërkuar kësaj radhe Mihailis Kakiusis, trajneri i cili gjatë një edicioni po i udhëheq 2 skuadra, 2 nga skuadrat më të trofeshme të basketbollit kosovar. Sigal Prishtinën e udhëhoqi, pra Sigal Prishtina, e cila është, t'ju them të drejtën, në krizë të madhe pas disfatës mbrëmshme nga vllaznimi. Edhe sot pati tjera zhvillimet e Prishtina. U largua DeAndre Burns nga Prishtina, pak ditë më parë u largua në drejtim të Francës edhe Elijah Clarence, ndërsa bëhet të ditur spekulohet edhe për largimin e Adrio Bellit dhe trajnerit Dublević. Mirë po për këto edhe lajme tjera, këto ende nuk janë të konfirmuara. Betet të mësojmë gjatë orëve në vim apo nesër në mëngjes, natyrisht në adresën e vërtet të lajmeve ekskluzive assistionline.com. Në vijën e gjuajtjeve të lira, Davis i hatashëm në këtë aksion. Dejon Davis 14-13 është nga vija gjuajtjeve të lira në këtë kampionat, po thuaja i pagabueshëm, ja kalon sa i përket efikasitetit Braceyt. Vetëm një gjuajtje e lirë e huqur në këtë kampionat. 15-14 në ndeshjet të cilat i zhvilloi. Shorter vjen në anën tjetër, realizon dhe rezultati në 21-18 e afron. Kemi hi në minutin e fundit të çerekut të parë. Tash është ndeshja e cila mbyll xhiron e parafundit të elitës së basketbollit ton. Shumë e rëndësishme për PEN se sa për Bashkimin. Musa Mala vjen me bombën e tij në fund për +6 e përsia më e thellë. Ja, Ferkeju atje ish lojtari i PES, 24-18. Shorter e shtyen atje pak Bracey, Gjuan nuk realizon, Bracey e kap këtë top ndalët. 55 i PES, për ballë ka 500 e Bashkimit. Bracey dhe Anderson. Mala, Meritoni dhe Mala, deri në fund shkon Mala, për mrekulli tenton Davis dhe çereku i parë mbyllet me epërsin maksimale prej 6 pikëve të PES, 24-18. Shkojmë me një blok të marketingut, kthehemi më pas në Karagach për çerekun e dytë. Breull t'i kisha pas pare. Po mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin?
Sheku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Pashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka ProCredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi me pamjen në Karagash 24 me 18, të shohim edhe statistikat zyrtare, 10-9 në kërcime për PN, 5-4 në asistime, një top i vjedhur dhe një blokad nga Bashkimi, po ajo ku ishin më të mirët PN-ët ishin Tresha, një Treshe më tepër nga 6 tentime, 50% efikasiteti, 7-2 Bashkimi, dhe sidomos ishte kërcimi në sulm dhe rasti i dytë i përmirësuar pas kërcimit në sulm 8-4, ajo që po e vendos këtë avantazh prej 6 pikëve, pra kjo ndeshje është definitivisht një betejë mes disiplinës dhe efikasitetit, pra nëse Bashkimi imponon ritmin, ka avantazh, por nëse PEA kontrollon kërcimin, pra tabelën, atëherë Loa do të shkon në drejtimin e tyre. Kjo përballje është një duel klasik mes dy stileve ku Bashkimi po e kërkon kontrollin, agresivitetin në mbrojtje, disiplinën në lojë, kurse PEA efikasitetin nga tentimet për 3 pikë, kontrollin e kërcimeve dhe lëvizjen e shpejtë të topit, gjë të cilën deri tash e ka bërë më mirë skuadra e PEA-s, e ka kontrolluar edhe tabelën, e ka lëvizur mirë topin dhe ka realizuar 50% të tentimeve për 3 pikë. Mbrojtje mirë Arti Hajdarit me Leson Zeqirin, faulli i Artit, atje e bon faullin poshtë. Kërkon trajneri Kakiusis agresivitet nga Arti Hajdari, ti bëj presion Leson Zeqiri dhe mos ta lejoj që të pranon topin, vjen deri te një mismatch Davis tani me Zeqirin, po atje në kontakt, Mumini heshti, Meritoni me Dardanin, Shorter, Janjeva e bëri një blok të rejshëm atje dhe u fut Miranda në brendim me njëherë për të pranu topin, por Shorter u faulua. Betët 24 me 18. Shorter për Janjevën. Kian Anderson sa bukur tani po lëviz sulmi i Bashkimit, e kanë shpartallu atje mbrojtjen e PEA-s me këtë aksion, për mrekulli vepruan me këtë rast 24 me 20, Muhamed Ali Janjeva me shënimin e tij të parë, përsia më e lartë e PEA-s ishte në fund të çerekut parë prej +6. Lapi i vetmuar nga maja trapezit, tenton, nuk realizon. Shorter për Andersonin, i vetmuar është Janjeva në anën tjetër, kalon Anderson në anën tjetër. Shorter tenton vet, Brejsi lufton, për mrekulli atje i shmangët edhe presingut të Andersonit për Arti Hajdarin, i cili nuk arriti ta pranon këtë top si duhet, ishte tepër i fuqishëm pasimin në diagonale. Dardani kërkon blokun e Lapit, Dardani dhe Janjeva që njën shumë sa bukur! Po definitivisht pasimet e Dardanit kanë sy, asistim fantastik në brendi për 26 me 20. Meritoni, pick and roll atje, nuk ja pason Lejsonit, Meritoni shkon deri në fund, ishte i ngallët atje, e pason dhe asiston për mrekulli, e shpëton këtë top Meritoni, ish bashkëlojtarët e Sigal Prishtina tani së bashku tandemi Prishtinas të Bashkimi për 26 me 23. Loj fenomenale sonte në Karagash. Arti Hajdari, Meritoni është pranë tim mbrojtje mirë. Tani Lejsoni me Dejon Davisin, për mrekulli atje lufton dhe Davis realizon për 28 me 23. Është kjo pika e 5 e Davisit. Më efikasi deri tash me 7 pike, 6 kërcime Caesar Edwards.
Vetëm me pas se si po gëzohet Caesar Edwards atje në bankën rezerv. Me të vërtet një lojtar i cili ka merituar me luajt prej fillimit dhe mos me undru një prej të mbijetuarve, në fakt i mbijetuari i vetëm Tepeja nga një armate tëre lojtarve të huaj Caesar Edwards, nga se Peja i ka ndruar 6 lojtar, Morisi Flayton, Herndon Johnson dhe Green. Davis, Lejsoni është pranë tij, 28-23. Bracey, bloki dy fisht atje, Bracey nga një situatë e vështirë. Lapi tentoi, mirë po Anderson këtë duel e fitoi. 3 minuta kaluan, shumë i shpejt ky çereku i dytë se sa i paraprak. Loja po rjedh, ndërsa Anderson po shënon dhe rezultatin në 28-25 po afron. Lapi dhe Janjeva po luftojnë atje për pozit. Bracey 1-1 me Bunjakun, deporton pranë Bunjakut, nuk realizon. Shorter për mrekulli për Lejson Zeqirin, i cili e ngulit pa problem, 208 cm afron rezultatin në 28-27. Mini seri prej 4-0 e Bashkimit. Koha është për Caesar Edwardsin, armën kryesore të PES, definitivisht si vjet. I heshtur lojtar zotni Caesar Edwardsi. Gjuan atje Davis, Shorter, lufton Lapi e fiton këtë top. Arti Hajdari bombardon, nuk realizon, Shorter më i larti në kërcim. Jo si thot mbi emni, s'ke i shkurt hiq, ke më i larti në kërcim. 4 minuta kalojnë, 28-27. I Bunjaku për mrekulli, nëse thash parës që pasimet e Dardanit kanë sy, kjo e njëjta vlen edhe për Valion Bunjakun. Fenomenal në brendi, në thellësi, Valion Bunjaku edhe njëherë, shikoni, ja bëri me dorë atje një papa Lejson Zeqiri, ndërsa Bunjaku nuk vënoj, asistoj dhe Lejsoni realizoj për 28-29. Pas plot 12 minutave loj dhe në fakt 11, më falni, dhe asaj e përsie prej 8-11 pas treshës Jalen Riley. Është kjo e përsia e pare Bashkimit, i cili startoi për mrekulli me një seri prej 11-4 në këto 4 minuta e 7 sekundat e para. Duke detyruar trajnerin Mihailis Kakiusis që të kërkon timeout. E pat krahasimin, ja ishte ky shënimi i Janjevës mbi Shëndrit Lapin, e Dardani me asistimin e tij për mrekullit e Lapi. Meritoni, i cili e shpëtoi këtë sulm, bashkëpunoi për mrekulli me dikur tandemin e tij te Prishtina, tash te Bashkimi Janjevën. Sa Shorter bukur atje për Lejson Zeqirin, i cili aktualisht pra i ka 4 pik, sa i ka dhe Dequan Lake me nga 6 pik. Shorter dhe Riley janë më të mirët, lojtari padyshim më i miri deri tash më i dobishmi të Bashkimi është Shannon Shorter, 6 pik, 4 kërcime, 2 asistime, pa humbur asnjë top. Dardani për Bracey, Adam Berisha deri tash 6 pik, 2 asistime. Bracey, Arti Hajdari lufton, Bracey, sa bukur krijon hapësim. Dardani atje megjithatë Valion Bunjaku, specialiteti ka këto kërcime dhe vendosjen e tij fenomenale. Lejson Zeqiri tenton, nuk realizon. Jalen Riley me 184 cm e tij. Sa bukur atje shpëton këtë top Arti Hajdari. Por Davisin kthehet në mbrojtje skuadra e Bashkimit, shkoi huq ky kundërsulm, nuk e organizuan ashtu si duhet. Bracey në brendit e Dejon Davisi, Caesar Edwards edhe njëherë tentoi, u pa nga aeroplani se nuk do të realizoj, topi shkoi pak më anash, mbetet 28-29. Riley, fenomenal sonte Jalen Riley, nga 4 tentime, 3 treshe, 9 pik të tij, krejt për 3 pik.
28 me 32. Treshja e tretë e Jalen Rileyt. Tentim në anën tjetër i pa suksesshëm. Bunjaku kërkojnë atje top të humbur, por Bunjaku ishte okej, edhe pse topi e kishte prekur Lejson Zeqiri, nuk ishte topi i dyfish, nuk ishte udhëheqje dyfish. Dequan Bracey do të largohet, do të futet në lojë Musab Mala. E tani me treshën e fundorëve vendor Kakiusis, Mala Berisha, Hajdari, Anderson. Davis e pengon, por shansa s'ka me ndal Kian Andersonin. 28 me 34, fenomenal është ky djalë. Kështu ka qenë edhe kur ka qenë te Z Mobile Prishtina në edicionin historik 2018-19. Kian Anderson, badi hava e ki. Ishte edhe faul atje. Kosh faul për Andersonin, i cili u rikthye nga lëndimi pika e 4 e Kianit sonte. Hera po në vine gjuajtjeve të lira. Kian Anderson ka një efikasitet prej 88% nga vija gjuajtjeve të lira. Realizon për epërsin më të lartë, 28 me 35. Pra 4 me 17 seri. 17 me 4 deri tash. Vetëm 4 pikë të realizuara të Pes. Mala. Veprimi bukur Arti Hajdari për Dardan Berishën, shpejt atje, topi hyn e del. Davis me kërcim në sulm. Arti Hajdari tenton, asaj nuk realizon. Mirë po Edwards e treta e vërteta e përmirëson dhe pas 3 minutave loj, vin pikët e para nga Caesar Edwards, lojtari definitivisht më i mirë i Pes në këte pranverë. Riley për Bunjakun, i cili e ka shkelur vin dhe ka hup këtë top. Spat faj Valoni, pat faj Riley. Atje topin e hodhin në publik, gati Valoni u zgjate, kapi, por e shkeli edhe vin. Por 30 me 35 parës. Mala. Lejsoni ullet për të pushuar. Shorter do të kthehet në loj. Lake dhe Gjeqaj tani në pozitat qëndrore atje. Gjeqaj i biri Bledarit lufton atje me Dejon Davisin. E pengon dhe e kap këtë kërcim. Vetën Gjeqaj. Anderson tani në rolin e organizatorit Kian Anderson. Riley ka shkuar në kënd atje në pozitën e shuterit. Pasi po i shkon dhe jo që po i shkon, po bombardon. Pa ndërpre, treshja e 4 të Jalen Riley. 30 me 38. Ky djalë sonte s'podin me huq. Nga 5 tentime, 4 treshe të Riley. Berisha për Malën. Davis. Arti Hajdari shumë shpejt, tenton, nuk realizon. Riley më i larti në kërcim. Sa bukur për Kian Andersonin, i cili u bu kinse atje, po e pason anash. Lojtari me numër 15, Jalen Riley ka shkaktuar faul. Shënim fenomenal i Kian Andersonit. Shikoni atje ndali topin për një qast. Kinse do të asistoj të Valon Bunjaku, Arti undal. Mendoj se topi do të shkon në anën e kundër, por Kian vazhdoj dhe realizoj pikën e tij të 7. Edwards në anën tjetër shënon dhe ndalet në mënyrë të palijuar nga Veton Gjeqaj, për pak është të thonë Bledar Gjeqaj. 32 me 40. E përsia më e lartë sonte prej 10 pikëve ishte ajo pak më herët. Njëzet e 2 me 6 ishte pak më herët, tani
22-8. Dhe e ka shkelur vim Caesar Edwards. Një pak kujdesi e Edwardsit nuk i ndodh. Kjo 11 pike, 7 kërcime, nëse vazhdon kështu deri në fund të pjesës së parë, ja dhe një double-double për Caesar Edwardsin si vjet. Shorter lufton me Arti Hajdarin, foul i shorterit i cili e përdor krahun atje, e shtyen Arti Hajdarin, tregon referi Gjelal Mumini. Reagon atje Igor Jovovic, të shofim. Kjo është e situata kur ngarkohet me personale shorter, reagoj atje Jovovici, u ankua për këte foul, Mumini ishte i sigur se ishte foul. Davis dhe Gjeqaj, Davis mbi Gjeqajn realizon për 34-40 dhe time-out ka kërkuar me njëherë atje, ndërpren serin nuk lejon Jovovici shkëputjen në rezultat. 34-40, 1 minutë e 24 deri në fund të pjesës së parë. 7 pikë të Davisit. Use the hands Josh on the Tico. low post when he's entering over there. Try to be on 3 quarters, guys. When he has the ball over here, now we are in bonus. We go on the trap, they are exposing this. They want with Davis ball in. And we want also to find a solution for this. This is 2 tasks, okay? Every time we trap, we rotate full rotation. Hey, one more thing, they got 4 fouls, so start attacking the In hands offense, and arms. Let's get in some early free offense, throws. I'm always go corner 3. Good corner 3. Just pay attention, you are using the screen. E ndëgjuat trenerin Igor Jovovicin, i cili me të vërtet si vjet ka bërë një punë të mrekullueshme me bashkimin në ciklin e parë vjeshtor. Lideri pa kontestueshëm 7-0, mirë po më pas pati një kriz, një rënje të hatashme me vetëm 2 fitore dhe 5 humbje, pa të mposhtur vetëm Ravecin dhe Borën në ciklin e dytë. Po ashtu gjatë kohës kur ishte lideri pa kontestueshëm me 7 fitore pa humbje, përsëritja të suksesin rekord dhe historik të edicionit të kaluar. Ishte i shkëlqyeshëm edhe në arenën ndërkombëtare duke mposhtur Anvilin, pastaj e ka deklasuar Cibonën në Prizren, Reggio Emilian edhe në fund Dijonin në Francë, me Dijonin në Prizren psoi pas vazhdimeve një debutim fantastik i bashkimit si vjet në FIBA Europe Cup. So bukur Jalen Riley nuk realizoi, mirë po një veprim perfekt i Riley. Kemi hyrë në minutin e fundit të pjesës së parë. Lufton atje Davis, Edwards. Mire menduan, por Lake e lexoi dhe e pengoi. Mbrojtje e mire Dequan Lakeut, shorter. Nuk ngutët kampioni Meksikos së bashku me Scott Bamfortin, luajtën së bashku Fuerza Regia Monterrey në Meksiko, shorter dhe Bamford. Musa Mala, sipas referit Exxon Maluku, ka shkaktuar foul. Në vinë e gjuajtjeve të lira do të jetë Valion Bunjaku, Dequan Bracey do të kthehet në lojë, Caesar Edwards largohet nga loja. Veprimi mençur i Kakiusisit nuk dëshiron që të rrezikoj eventualisht Edwards të ngarkohet me personalen e tretë, i ka 2 faulla. Bunjaku i sak nga tentimi i tij i parë për 34 me 41, një qerek i dytë fenomenal i bashkimit, e shtrëngoi mbrojtjen në mënyrë agresive, ashtu si din Igor Jovovici, e mbylli koshin me kundërsulme të shpejta. Bunjaku i kthehet topi, lufton, nuk realizon, Davis e kap këtë top. Sulmi i fundit do të jetë për pejanët, të cilë kanë rastin që të afrojnë rezultatin. 23 me
Vetëm 10 pik I ka leju Bashkimi Pejës në këtë qerek. Davis, edhe 2 sekonda, Bracey u ngatruan atje, dhe pjesa e parë mbyllet me rezultat 34-41, një qerek I dytë fenomenal, e shtrëngoi mbrojtjen trajneri Igor Jovovici. Definitivisht ju thash, Bashkimi e ka imponu ritmin, e ka kontrollu lojën në qerekun e dytë, ka qenë agresiv në top në mbrojtje, ka qenë I disiplinum, e ka mbyll, e ka kontrollu kërcimin, e ka mbyll koshin shumë më mirë se sa në qerekun e parë, dhe po ashtu I ka mbyll ato vijat e pasimit dhe gjuajtjet e lehta për 3 pik, me të cilat në qerekun e parë ja mundsoj treshët skuadrës Pejës përmes të Musab Malës dhe Cesar Edwardsit. Mirë po, jo dhe në qerekun e dytë, dhe Jovic ishte më I mirë se Kakiusis. Ata dytë nihën shumë mirë nga pjesa e pare edicionit. 3 fitore I ka pas Jovici me Bashkimin kundër Kakiusisit. Ja, këto janë edhe ato depërtimet shënimi fenomenale Cesar Edwardsit. Me 12 pik, Jalen Riley, 12 pike, 4 kërcime dhe 2 asistime, të gjitha për 3 pik, 4 treshe, lojtari kryesor dhe më efikas të Bashkimi. 7 piki ka Kian Andersoni, I cili luajti vetëm 11 minuta, dhe Shannon Shorter 6 në anën tjetër të skuadra e Pejës. Më efikasi, më I miri me 11 pike, 7 kërcime, Cesar Edwards, 7 piki ka Dejon Davis edhe 5 kërcime, 6 pik me ato depërtimet dhe gjuajtjet e lira. Dardan Berisha pikrisht është ky ai 2 pikshi I Dardanit, shënimi vetëm nga loja, pikët tjera I pati nga vija gjuajtjeve të lira. Me këto pamje, po ju lë, shkojme një pushim 10 minutësh para se të kthehemi përsëri në Karagach për pjesën e dytë të duelit. Derbit të Dugazhinit, Peja 34, Bashkimi 41.